ri i sapo dal, tamam dalja e tij zyrtare është në 1 tetor, por ditën e shtunë një panaire parapriu, një panair në qytetin e Laçit, pra në qendrën e Kurbinit dhe aty u festua edhe kremtimi i këtij libri, i cili përmban 38 receta autoktone, tradicionale dhe të krijuara me produktet tipike të zonës. Është një libër që kam gati 10 muaj për cilin përgatitem duke vizituar gjithë Trevën, pra gjithë rajonin e Kurbinit, i cili më ka mahnitur, sepse në përgjithësi edhe për ne shqiptarët e Shqipërisë, po ndoshta edhe për ju të Kosovës më e njohur është Laguna e Patokut, por malësia e kësaj zone është e mrekullueshme. Po për te lagunës së Patokut, cilat fshatra janë rreth aty, ti përmendim disa? Të lagunës së Patokut ka disa fshatra, prej të cilave unë kam përmendur fshatin Fushkuqe, i njohur shumë për produktet e detit, dhe fshatin Gurës, i cili ka një katedrale të jashtëzakonshme, shumë të bukur, ndër katedralet më të mëdha në Shqipëri, e cila me një fjalë është Kurbini është i mbushur me kisha dhe me artefakte fetar dhe shuhet për një bashkëjetesë të jashtëzakonshme midis 2 komuniteteve fetare që janë ai musliman dhe katolik, dhe unë e theksoj dhe në libër që kjo ka bërë që ne duhet këtë lloj vlere të kombit shqiptar duhet ta promovojmë te brezat e rinj, sepse është me të vërtet një e shkuar e cila e mbajtur mirë mund të kthehet një ndriçues për të rinjt dhe për të ardhmen tonë, për të promovuar këtë bashkëtesë të jashtëzakonshme fetare që kanë patur këto 2 komunitete. Bëhesat shumë kisha, po disa prej tyre që janë të rëndësishme janë ndërtuar nga musliman. Pra sa e fort ka qenë kjo gjë, se komunitetet katolik i linin mënjan enët e kuzhinës vetëm për muslimanët, sepse duke qenë komunitetet të cilat kanë konsumuar dhe mishin e derit për komunitetet muslimane, për fqinjët e tyre, për komshit dhe për mysafirët, gatuanin enë të veçanta, sepse bënin mëkat, po të gatuanin enët që gatuanin ata mishin e derit. Pra kam gjetur me të vërtet son kot ato legjendat e Kurbinit janë legjenda të jetuara dhe të prura deri në ditët e sotme, si shpirtërore ashtu dhe kulinare. Po dhurata në libër sjell edhe këto pjesët e historive, pra historitë e recetave, këto histori që sapo na treguat, apo sjell vetëm pjesën e recetave? Unë kam sjell patjetër edhe atë çka kam gjetur, me një fjalë pasuritë e kësaj zone. Kam pasur le të themi një hyrje ku kam shpjeguar sa e pasur është zona, sepse ka qenë një punë jo vetëm imja, po kemi qenë një grup pune i cili ka marrë pjesë edhe në le të themi vendosjen e shtigjeve turistike kësaj zone. Fatkeqësisht zona e Laçit, po edhe fatmirësisht, me një fjalë është parë deri aty, njerëzit vend të kisha e Laçit dhe jo më shumë. Në hulumtimet dhe në rrugtimin që kam bërë në fshatrat e brënd e malësisë së Kurbinit, që fatkeqësisht njën pak kam gjetur perla të jashtëzakonshme të natyrës, me ujvara, me vende të jashtëzakonshme për sa i përket alpinizmit, fshatrat të cilat kanë një pasuri të madhe për sa i përket jo vetëm traditës buknore, pra të bukës, por edhe traditës këngëve dhe valleve, traditës që kanë ata në gojdhana dhe në legjenda, sepse njihet Kurbini për to, i cili ndryshon paksa nga zona e Mirditës, edhe pse kanë shumë gjëra të përbashkëta, sidomos në negatime. Kam gjetur shumë receta autoktone, pra në këto xhepa, në këto fshatrat malësive, që kanë qenë nga një anë kufizimi është diçka jo e mirë, po nga një anë krijon edhe produkte si shpirtërore ashtu dhe materiale të veçanta dhe të pandikuara nga fet, nga pushtuesit, kështu që janë unike shqiptare, gatime të cilat do doja t'i ndaja me komunitetet edhe të Laçit, pra të fshatrave të fushor, të cilat nuk i njihnin, për arsye se
gjithnjë më shumë brezi i tretë, brezi i gjysheve tona, të cilat unë i kam takuar një për një në të gjithë shatrat, po largohet për shkak të moshës dhe të rinjt